Shqipëria nuk mund më tregoj as mua as kujt, pra qeveria në Shqipëria, që njerëz anonim mund të marrin 40.000, mund të marrin 20.000, mund të marrin 100.000 vota. Nuk ka manual politik që e shpjegon këtë gjë. Nuk ka libër politik nga ata më të zgjuarit e botës dhe nga ata më pak të zgjuar që mund të gjesh një rrjesh që të thotë politik mos bëj asgjë dhe merr 100.000 vota, merr 20.000 vota, merr 50.000 vota. Ky nuk është më proces politik. Nuk jemi më në situatë. Duke ndërtuar rrjetin e vet, tha zoti Klosi një natë më parë në Qimpeka Live. Jemi në situatë autokratike. Jemi në një situatë ku shteti është në bashkëpunim me mafjen, ku policia paguhet nga mafja. Nuk mund të kërkosh nga njerëz që janë politikanë të përballen me njerëz që janë vrasë. Nuk shkon kjo. Nuk kemi të bëjmë me demokracinë. Pastaj kalojmë në një etapë tjetër, ose quajmë demokraci. Hajde ta quajmë si duam. E qartë. Një koment, se nuk mund të mbaj shumë gjatë, një koment lidhur me atë proces, sepse pikërisht sot Elbasani është në qendër të vëmendjes. 94 kuti të Peqinit dhe të Gramshit janë nështruar një procesi verifikimi. Unë kisha pak më pare zotin Blendi Himçi, i cili sot ka qenë vazhdimisht atje, ka pasur debate madje me përfaqësuesit e KAS. Ajo çfarë është parë është konfirmim i asaj çfarë ishte denoncuar në fakt. Tashmë për trenin bullgar të famshëm, flet votimit pa vullosur nga komisioni, më shumë flet votimi se numri zgjedhësve, flet votimit pa përdorura të humbura. Cili është komenti juaj, ose dhe përtej kësaj, cila do t'ishte pritshmëria në një proces nga KAS apo nga administrata e KQZ-s? Tani të jemi të logjikshëm. Ku të kem pritshmëriun? Të kem pritshmëritë ata që janë pjesë të prishjes procesit. Pra unë të pres nga ata që me vetdije shkatruan procesin dhe po shkatruan pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri, që ata të jenë të vetdijshëm për gjërat që kanë bërë. Nuk e pres këtë gjë. Unë prandaj kam marrë këtu dhe shumë kolegë kanë ikur për botë që ne këto burime që po bën një punë të shkëlqyer Blendi, Aureli e tjerë që janë dukur. Pra ato provat të shfrytëzohen në një farë mënyre për të forcuar denoncimin. Miqve tanë të ndërkombëtar, të cilët e duan Shqipërinë të jetë pjesë e BE-s edhe për gjeopolitikë, që themi sotri e keni Shqipërinë kartele vend, kartele drogë. Fatkeqësisht nuk është gjë e mirë, por ky është realitet. Nuk jeni në Shqipëri një vend demokratik, sepse ja ku jemi. Mos qaroni, shumë e thjeshtë, është kohë të vazhdojmë diskutimin. Mos qaroni njerëzit anonim në Shqipëri janë njerëz më votuar, se nuk ekzistojnë ata, ekzistojnë kartelet nga mbrapa. Unë nuk pres që të më legalizoj KAS-i, kjo është thjesht sensibilizim që po e bëjnë kolegët në Elbasan për të sensibilizuar qytetarët tanë dhe ata që nuk kanë info. Unë me kolegët e tjerë jemi për të sensibilizuar, për të informuar, sepse duhet shkojë dhe burimi jonë i vërtetë. Mos harroni që ai summit që u ndërtua, që u organizua 2-3 ditë pas zgjedhjeve, ishte për të fshehur këtë gjë vjedhje të madhe, për t'u thënë shqiptarëve, shikoj, erdhën ndërkombëtarët me uruan. Është gjithmonë një skem. Një skem një Shqipërie e cila po shkon në autokraci. Unë mendoj që të gjithë paktën ata që janë opozitar, mendimi im ky. Nuk duhet të binë në spinimin, pra, se ky është politika. Po jo pak janë dalur, se meqense u ndale këtu te ky element, dhe ti je në Gjermani. Se nuk e dëgjoj mirë. Tema e ditës në Shqipëri nuk duhet të jetë në opozitë apo duhet të jetë pushteti. Unë mendoj, nuk është më çështje, ajo është rëndësishme, alternativë, por është çështje narkoshteti. Një narkoshtet nuk e mund dot me alternativë. Jo se ato nuk duhet, ato janë të domosdoshme. Por nuk e mund dot në këtë mënyrë. Pra, nuk ka kjo lidhje, sepse ata do përpiqen temën e ditës ta çojnë prapë këtë gjë. Dhe këtu shumë demokrat do bien në këtë krahas, me pafajësinë e tyre. Dhe do përbinden dhe do shikoni ju, të gjithë shtatorin, të gjithë procesin ata do përpiqen të shkojë e gjithë tema diskutimit tek ata. E kanë vjedhur procesin, se unë dëgjoj dhe temën thotë po ju duhet i mbroni. Ne nuk kemi paramilitar. Ne jemi politikanë. Pastaj, nëse do kalojmë në proces. Njerëzit janë nisur, meqense je këtu, ja këtu do të gastroj pakun. Më lër pak këtu, se meqense ne në fakt shumë pak duhet ndaleshim së bashku dhe unë nuk kam shumë kohë, po ju duhet i mbroni, e thon vazhdimisht, po nisen edhe nga një lloj sigurie që është shprehur të paktën deri në datën 10 maj, nuk po them 11 maj, nga drejtues politik të Partisë Demokratike, nga përfaqësues të ndryshëm